Unë për vete, s'kuptoj gjomo. Jam këtu pjesë i këti emisioni, jam out fare ka që dje ka drejt kolegu. Se di vallaj. Na dalë për hajer, ma nuk e di, ha? Më falë, ku e me një bukën, mi gota? O gota, ku e me një bukën, jo? Qa keni sot jeshtë, se jeni kështu... Më përkan që dje, qa keni që dje ju se s'ma e morin tash? Që keni ju këto ditë që... Si jeni kaq perfekt ke rrotullime dhe... është grot, thot Vilma. Po mirë, do shkim ta bëjmë emisionin në Spanjë, e ta transmetojmë këtu. Mirë se ti e pas ke pas me të ngrotë, po ti me gotë shpat. Po ti me shpat, nga modeli flokve, vjen me motor në punë pranaj. E ka është motori liberatori. Pra, historia ati djalit që thamë ne bleu një dyqan këtu ishë në Greqi, ku cakon Greqi u këthu e prapë për tap një biznes në Shqipëri se dëgjon këto që ka lecira, barra fiskale, taksa... Signore, fatura ishte më përpara dyqanit, apo gjatë tyre viteve që këse ka hap fare dyqanit? Gjatë tyre viteve që këse ka hap fare po fare dyqanit. Do më thonë, vetëm për mos hapje që peni, 6 milion lek korrent? 5 milion lek duke se t'jemi sakt, po. Ndigje pak qytetarin që ankohet. Ankohet për herë para, po ankohet për herë të 4.000 ke ne. Për herë të 4.000 dhe 2 mace ke ne. Okej. Ndigje. Përse e drejtuar emisioni që a thu? Atëherë, unë qëmë Tarunat Kocali, kam jetuar për 5 vjetës në Greqi. Kam bler një biznes, një dyqan në zonën e Zberishit në 2007. Jam kthyer përfundimisht në 2011 për të hapur aktivitetin dhe konstatoj që u jam debitor prej 5 milion lekësh ndaj Çezit ose OSHS, që quhet. Tani kam bërë kërkesa në çdo zyrë, nuk më kanë dhënë zgjidhje. Më kanë dërguar inxhinier, kanë verifikuar që ky sahat që del debitor në emrin tim nuk është imi, mirë po prapë dhe sot e kësaj dite nuk më japin zgjidhje. Më ka drejtuar halli tani të drejtohen vetëm tek ju. Mundësia e fundit. Jo që ta marrësh vesh ti, që s'merr vesh. Qytetari ku s'ka rendur dhe ku s'ka bredhur, dhe asnjëri nuk ja ka erdhur. Erdhi ke ne, shkuam ne ka ata, na thanë ne ata ne, dhe ne i thamë qytetarit u zgjidh ky muhabet. Si t'ja bëjmë ti qytetarit tash se ç'a të bëjmë në ty o vllatë, ç'a të themi ne? Okej, ja ta transmetuam problemin. Ato lek po i pate, paguaj tani se nuk është mirë të bësh burg në këto kohë, jo për gjë. A shtoft. Ka ik tjetri 16 tjerë nga Morava se ka kapa si polic grek. Vjen këtu e ka policia s'ka pagu drita. Bravo. Qa ti bëjmë në këtë, më qa zgjidhje ka? Të më thënë 1 sekundë. Unë them të shtim lekët të tërë. Të shtim lekët dhe t'ja paguaj. Kush janë instancat që ne mund t'i drejtojmë? Avokati i popullit? Jo, nuk është për këtë rast avokati i shkalove popullit. kryeministrin? Letër kryeministrit, po letër kryeministrit direkt, një letër kryeministrit. Letër të kam qenë atje në kufi. Ministrit Energjetikës, Damjanit. Ku që drejtojmë tjetër? Denoncim prokurorit, bëjmë një denoncim prokurorit, ti bëjmë një prokuroris. Edhe Sajmirit ati shoku tëndë? Po. Shiko? Mirë. E para... Erdi epoka Sajmirve, duhet bjeri një meteor që s'duke. Një sekund. Jo, nuk isha asgjë gabim, bëre mirë që se, po. Arove një Z të vogël para Sajmirit. Zajmirit? Z pik Sajmirit. Zajmirit? Z pik Sajmirit. Nuk më del pika, vla. Po mirë, më thuje bashkë. Zajmirit? Oke, bravo aty. Qatë bë... E gjeda. Të shkojmë. Qoj genën më burë. Genën kemi për këtë rastena. Ke qu genën? Koqi. Ke qu genën atje? Po, gena. Ka lajme nga ato që pritën genën janë mirë? Po. Gena erdi mirë. Vëdëm se i kishte kratë me gjak të këtu. Se di, me rezik modho kjo punë, se janë shumë lekë me thonë drejten. Ja, pa, duhet t'i pagush. Si, thallë njone atje, s'ka faje. Ndigje pak, vam atje. Në Osheja. Në angës madh jam, nuk e di. Në ura në Osheja. Pamir, se jam, nuk do e presën këmë për gjithë, se jam në. Si ma kanë prit genën atje një. Po, ndigje pak, ndigje. Çfarë është arritur në bazë të verifikimeve në terren nga Osheja? Rasti i zotit Koçali ka qenë një rast kompleks për shkak sepse kishte disa kontrata duke parë në terren dhe bëhet fjalë për periudhën maj 2011 që zotëria, do thonë aty del diferenca e faturës që është në shifra mbi 9000 kW, ku në të vërtet nga materialet që kemi parë del një sasi pothuajse zero. Çka do të thotë ajo faturë prej 5 milion nuk do ekzistojë më, nuk do rëndoj më buxhetin e. Nuk edhe që u kaptu dhe të dhëna nga drejtoria me firme të tjera pra nuk do ekzistojë. Faleminderit fal jush, arriti kjo ditë pas 5-6 vjetësh që u bë mundur të më jepet një zgjidhje. Se s'kam lënë nder pa trokit dhe nuk më zgjidhur. Fal jush. Zdisa që them, faleminderit shumë ke emisionin që a thu.
shikon, në qovë se do të mbarosh një punë, srit genën. Nuk është më bëje mirë, bëje vetë. Bëje mirë, bëje me genën. Atëhere, më në fund shpëtuam një qytetar, i cili me të drejtë nuk duhet i paguan të parat. Ama një të tjerë që keni për t'i paguar, paguajnë i plaga. Ja, kom qënë në 90 që maj me nuk për vete, se e thash për njëre, maj me për vete që e paguaj. Ta paguajmë gjithë. Problemi është tu që është një shifër prej mira dhe mira vetës që se kanë hap fare qepenin dhe duhet paguajnë. Ta shi këto? Po ta shti, ja kështu pas ka qenë për juve. Këto te gena. Nuk për tonë gena, se gena bën deshet palishme në për Brazile për shumë. Do të thejmë në pas pak, në fakt që pas 2014-ës, kam një vit që ta dëgjoj, do këthejmë pas pak. Ti shkon në banjo gjatë saj kohës? Me le. Këthejmë pas pak. Po shkoj të firmos një dokument. Ose jam në furnizim. Ke pasu që vej këtë? Po, ki galerit e kohës. Këthejmë pas pak. Oke, këthejmë pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.